shifet që rrjedh nga, po më fal, shifet që rrjedh nga një trung i mirë, familjar, shifet që është edhe shkollume, po edhe edukume, ashtu tamam që jemi shqiptarë që kemi qenë, edhe për një gjona të rëndësisht. Desha të thëmë që njeriu duhet mi bu men e theva një ligj, po ligjin e kujt e theva, po le theva ligjin e shtetit. Po e theva ligjin e Zotit, do të më turpërue, do të më të ardhë keq, është ndalume. E a njef kush ma mirë njeriun se sa Zoti. Prandaj Zoti e ka ndalu një gjotë të tillë. E jo me nja, me s'po po ky, hajde me një tjetër, hajde me një tjetër. Para 1500 vjetëve, i dërguari i Zotit, Muhamedi a.s. ka thonë, nëse shembull për bëj vrejën të femna apo vrejën të moshkullit, diçka që nuk të pëlqen, nuk do me thonë që ai gjithçka nuk të pëlqen. Mundohet që formën e jashtme se ka të mirë, po është i ndershëm, është punëtor, është besnik, nuk tradhto kurr, sikur x raste ka edhe moshkuj në ditë së se me të vërtet pse jemi largu pe i fesë edhe punët na kanë ardhur keq, jo trash, jo hull, jo bardh, jo zez, jo gatë shumë, jo vogël shumë, asnjëri në këtë botë nuk ka komplet. E ka një shembull për bëj të mirë, po ndoshta ka edhe në jo të keqe. Duhet me i kalue ato probleme, ato të meta, se vetëm Zoti është i patmeta. Puna e bashkëjetesës duhet mi ditë njerëzit e bojnë, sikur që edhe alkoholi është haram, po hallku e pinë. Fetarisht, një bojnë dy, bojnë gjunah të madh, ata të cilët pra bashkëjetojnë, dalin, shkojnë, flejnë, rrinë me muaj, me vjet,